Bashkia Shkodër ka vendosur tashmë kriteret në kuadër edhe të miratimit të rregullores për kushtet dhe kriteret e ushtrimit veprimtarisë në stacionin e plazhit. Është dhe rregulloria e cila i lejon bizneseve shfrytëzimin e hapësirës publike për stacionet e plazhit në njësinë administrative të Velipojës. Nga ana e bashkisë bëhet me dije në një njoftim shpërndar për mediat se aplikimi është i mundur që nga data 24 maj deri në datën 31 maj. Megjithatë, bizneset duhet të kenë parasysh disa kritere, të cilat i referohen kërkesës së subjektit për marrjen në përdorim të hapësirës së plazhit, planin e biznesit për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të plazhit, duke përfshirë parashikimin e vlerës së investimit, të ardhurave dhe shpenzimeve, dokumentacionin për të vërtetuar eksperiencë të mëparshme pozitive në ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të plazhit, ekstraktin e regjistrimit të subjektit, vërtetim nga autoritetet tatimore se subjekti ka shlyer gjitha detyrimet, vërtetimin nga institucionet përkatëse që nuk është në ndjekje penale. Gjithashtu, operatorët fizik apo juridik duhet të mos jenë debitor pranë drejtorisë të ardhurave të Bashkisë së Shkodrës dhe të mos kenë detyrime sipas raportit përfundimtar të KLSH-s të ushtruar në komunën e Velipojës në vitin 2015. Burime pranë Bashkisë Shkodër bëjnë me dije se do të ketë një kontroll të rreptë për zbatimin e këtyre kritereve në mënyrë që ky sezon turistik të jetë i suksesshëm.